natyrisht një dimension tjetër të profilit tuaj, është një herazi profili i kontributit geopolitik përmes Albanian Policy Center, por natyrisht është një think tank me peshë në trajtimin e analizave për rajonin, për sigurin, por edhe sfidat globale me të cilat po ndeshet bota sot. Ne kemi kohët e fundit një ngjarje jo dhe aq papritur, në fakt paralajmëruar për shkak të pozicionimit të aeroplanmbajtësve dhe luftanijeve përkundër Iranit dhe natyrisht vrasjen e gjithë themi zinxhirit komandues në Iran brenda një kohe shumë të shkurtër. Si po e ndikon kjo botën? Pse ndodhi kjo dhe ku jemi duke shkuar? Dgjoni, unë mendoj që kjo është një vazhd e asaj çfarë nisi me politikën e jashtme të Donald Trump, që në mandatin e parë, por ai nuk mundi që ta vejë në zbatim për arsye të Covidit famshëm. Pra të mur të fortë që pati nga liberalit globalistë në atë kohë, me shpikën e Covidit, dhe zgjedhjeve 2020 të Shtetit Bashkuar të Amerikës që janë akoma debatueshme në SBA sot, për arsye nëse ato janë të manjshme. Shpikën e Covidit, por nuk ka ndodhur realisht një pandemi? Jo, unë mendoj që pandemia ka ndodhur sepse është induktuar, ka dashur një elit globale që të ndodhi pandemia. Kjo ka qenë pikërisht për të bërë ballë asaj furie konservatore me krye Donald Trump edhe të tjerë gjithashtu, por e cila nuk ka filluar me Donald Trump, nuk ka filluar me Amerikën, ajo ka filluar me atë që fillojnë revolucionet e mëdha për ndryshimet e mëdha globale. Ka filluar me Britaninë e Madhe, me Brexit. Aty fillon nga Anglia gjithmonë, nuk si i parë, që kalon pastaj në Amerikë. Dhe pikërisht pra kemi të bëjmë me një New World Order, pra me një rend të ri global. Një rend të ri global i cili kalon më afër tradicionales dhe sovranizmit, është një rend sovranist faktikisht, ku organizatat ndërkombëtare nuk kanë më aq pesh se sa kanë vendimet e shteteve përkatëse, duke pasur parasysh që janë organizata ndërkombëtare që janë organizma ndërkombëtar të cilat janë tashmë të plurosur nga vitet e shumta burokracia e madhe, dikur thonin si Perandoria Osmane, unë sot po them duket se janë burokratë si Perandoria Osmane shumë nga këto organizma. Dhe pikërisht kalojmë tek nocioni i kombit shtet. Shtetit komb. Dhe kjo çfarë po ndodh sot për sot në Venezuelë, në Iran, apo gjetk, apo në Gaza, është pikërisht vendimarrja amerikane. Sot kemi një shtet të fuqishëm, një superfuqi. Nuk kemi më një rend botror në të cilën ai quaj një rend multilateral, por kemi një multipolar. Megjithatë, unë e quaj unipolar, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës po tregojnë edhe sot e kësaj dite që nuk ndryshojnë në perceptimin e tyre si superfuqi e botës, dhe ne jemi me fat në radh parë që jemi aleat SBA-s. Dhe ne jemi naturalisht aleat, genetikisht aleat, por nga ana tjetër që jemi në këto momente antar të NATO-s. Ky është një fat shumë i madh. Në përgjigje pyetjes tuaj, sulmi ndaj Iranit për mua është një sulm direkt ndaj Kinës. Kina ishte përdorusja më e madhe e naftës dhe gazit të Venezuelës dhe të Iranit gjithë këto vite. Dhe Irani dhe Venezuela ishin proxy të Kinës dhe të Rusisë. Kështu që ndërprerja e frymarrjes ndaj Kinës bën të mundur, ka treguar më në fund, i ka treguar botës që Kina do të jetë ajo superfuqi, sepse pavarësisht është një superfuqi ekonomike ushtarake, e cila do të funksionojë vetëm në detin e Kinës. Nuk do të mundet të penetrojë ashtu siç kishte arritur të penetronte deri në kufi me Amerikën, ku është Venezuela edhe Meksika. Pra ju shihni një fill përbashkues në ndërhyrje amerikane në Venezuelë, në Iran, në kanalin e Panamas, në Groenland. Kanali i Panamas ishte i pari. Groenland, gjithashtu. Në Groenland, por edhe për sa i përket marrëveshjes midis Ukrainës dhe Rusisë. Pra në gjitha këto ju shihni një marrëveshje. Marrëveshja midis Ukrainës dhe Rusisë nuk do të jetë thjesht një marrëveshje e cila do të parashikojë vetëm përfundimin e luftës në Ukrainë.